Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, BIK, ka njoftuar besimtarët se muaji i bekuar i Ramazanit përfundon të enjten, ndërsa falja e namazit të Fitr Bajramit do të zhvillohet të premten në orën 06:18. Sipas komunikatës së BIK-ut, kryeimami Vedat Sahiti do t'i prij faljes së namazit të Bajramit. Manifestimi qendror për festën e Fitr Bajramit në Republikën e Kosovës do të mbahet në Xhaminë e Madhe në Prishtinë. Programi fillon në orën 05:03 me faljen e namazit të sabahut, pas të cilit do të mbahet ligjërata tematike kushtuar kësaj feste nga kryeimami i KBIS në Ferizaj, Ibrahim Beqiri. Namazi i Fitr Bajramit falet në orën 06:18, të cilit do t'i prij kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës, Vedat Sahiti, thuhet në njoftim. Po ashtu, BIK ka bërë të ditur se hutben e Fitr Bajramit do ta mbajë Myftyu i Kosovës, Naim Tërnava, i cili do t'i drejtohet opinionit me mesazhin e kësaj feste. Në rastin e festës së Fitr Bajramit në ditën e parë, më 20 mars 2026, kryesia e BIK-ut, sipas traditës, organizon pritje urimi në selinë e saj nga ora 09:00 deri në orën 12:00. Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës u uron festën e Fitr Bajramit të gjithë besimtarëve dhe opinionit të gjerë, duke e lutur Zotin që t'i ketë pranuar agjërimin, lutjet dhe ibadetet tona. Me fat festa e Fitr Bajramit është theksuar në njoftim.